Nuk ka fituar në një parti këtu pa mbështetjen e Amerikës, ë? Pa mbështetjen e Amerikës nuk ka fituar asnjë parti. E të rinjve të Tiranës dhe kam problemin e zgjedhjeve në 11 maj. Thën këtë zoti Qafoku, ma dëgjoni edhe këtë, se kam dhënë disa lajme sot. Shpirti i Tiranës e di se sa po vjen që të loboj në Amerikë për gjetë. Ti di të zgjedhësh ku të japësh lajmet Beli. Një rrugë për të mbritur në administratën e re amerikane. Më vjen keq për i ka gjithë rrugët e mbyllura. Na vjen keq për Tiranën. Pas kemi të dy, pas edhe Berisha dhe Rama. Jo, Berisha ka asnjë problem. Berisha është partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fushatën e tij elektorale e udhëheq krau i djathtë i presidentit Trump. Ish privat. Njeriu i cili ka udhëhequr fushatën e presidentit Trump. Nuk është Trump, ai është. Zoti Berisha është i vetmi politikan shqiptar që në detyrë ka pritur një president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detyrë në Shqipëri, George W. Bush, kur deklaroi pavarësia e Kosovës dhe antarësimin në NATO. Nuk vjen diskutim kjo. Zoti Berisha është i vetmi zyrtar i shtetit tonë që është pritur në shtëpinë e bardhë jo një, po 2 herë, qoftë nga presidenti George Herbert Bush, qoftë nga presidenti Clinton. Akoma nuk e ka dalë Edi Rama në 12 vitet, pritet një herë vetme, nuk presin trafikant droge ato dhe njerëz lidhur me krimin e organizuar dhe me trafikun e drogës në zyrën ovale, këtë ta dini. Dhe zoti Berisha, sot që ne flasim, është një partner i besueshëm siç ka qenë gjithmonë i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do ishte do ngrata? Do ta shihni shumë shpejt. Po si shumë ke 3 muaj që thon këtë ta shihni shumë shpejt. Do ta shihni, unë jam. Do shkojnë në SBA? Unë nuk jam zyrtar amerikan, unë jam zyrtar shqiptar.